Sot është dita ime e parë e punës, pas këtyre viteve që kam qenë shtatzan me Eloise dhe s'kam bërë asgjë. E di që vërë njerë dhe se kam vënë ato mikrofonin, sepse e kam këtu. Pak të mund të avejë pëse ja. Sot është dita ime e parë punës. Edhe është të mërsi ftohtë, po pas ka shumë vitesh që janë shumë vite, po diku 3 vite që s'kam punuar fare, kam qenë me Eloise, kam qenë shtatzan, edhe është eksperienca ime e parë këtu në Amerikë, kështu që nuk e di. Edhe kam sikletë edhe nuk kam, po do ju shkruaj mbasi dal nga puna. Edhe ky gjupi më shoqëron kudo sepse është kundër ajrit të ftohtë edhe erës, edhe është shumë i mirë. Domethënë nuk kam edhe aq shumë ftohtë, vetëm fytyra më mërdhif. See you guys later. Si kam e vrap. E kam këtu afër në këmbë, that's why. Kimi me vrap. Sa është ora. Oh my god, nuk e shoh dot këtë. Me vrap me shpejt. Let's go! Kam pa video mbrëm deri vonë, se rreth atij dyqanit ku do punoj, që ta di pak a shumë si është ideja. Po prap ka shumë gjëra që do mësu. Si më janë bërë flokët, duket që kam punu shumë. Këto janë ca bëluket kota që preva unë një herë dhe ka rënë kapsja. Puna shkoi shumë mirë sot. Do me thënë, ato ishin shumë friendly, shumë miqësore. Edhe nuk e di, unë ndjeva mirë. Tani unë erdha në shtëpi edhe aq energjitim sa këtë pas kam vesh mrapsh. Edhe kjo Eloisa ime këtu që do të shikoj ke video, do hedhim mozzarellën, po bëjmë pizzan, e hodhëm salsën, do hedhim mozzarellën, edhe cheddar. Eloise, do ta hedhësh ti mama? Do? Aha, bravo Eloise. Tu është salsiccia, bravo Eloise. Ja të kalojmë në anën tjetër. Është mbaruar pizza ime dhe